10 përgëzime për namazin e sabahut me xhamat. Përgëzimi i parë, shkëlqimi plot në ditën e Kiametit. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: përgëzoj ata që ecin në errësirë për të shkuar në xhami me shkëlqim të plot ditën e Kiametit. Përgëzimi i dytë, 2 rekatet e sabahut janë më të mira se sa dynjaja dhe çka në të. Nga Aisha radhiyallahu anha transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: 2 rekatet e fexhrit janë më të mira se sa dynjaja dhe çka në të. Përgëzimi i tretë, mirësitë e shumta për çdo hap që hedh për të shkuar në xhami. Nga Ukbetu bin Amir transmetohet se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush del nga shtëpia e tij për në xhami, i shkruhen atij për çdo hap që hedh 10 të mira. Ai që qëndron në xhami duke pritur namazin, është si ai që adhuron Allahun dhe shkruhet prej atyre që falen, derisa të kthehet në shtëpinë e tij. Përgëzimi i katërt, për të dëshmojnë engjëjt. Allahu i lartësuar ka thënë: kryeja namazin prej kthimit të diellit nga gjysma e qiellit deri në errësirën e natës dhe lexo Kur'an në agim. Me të vërtetë, leximi i Kur'anit në namazin e sabahut është i dëshmuar nga engjëjt. Elisra 78. Përgëzimi i pestë, shpëtimi nga zjarri. Ka thënë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: nuk e prek zjarri atë që falet para lindjes së diellit dhe përpara perëndimit të tij. Domethënë, namazi sabahut dhe ikindis. Përgëzimi i gjashtë, shikimi i Allahut para hyrjes në xhenet dhe më pas në xhenet. Transmetohet nga Xherir bin Abdullah radhiyallahu anhu se ka thënë: ishim tek pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë vështroi hënën gjatë natës, domethënë hënën e plotë, dhe tha: ju, me të vërtetë do ta shikoni Zotin tuaj ashtu siç shikoni këtë hënë. Nuk do të shtyheni për ta parë atë. Nëse mundeni që ta falni namazin para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij, atëherë bëjeni. Pastaj lexoj dhe lavdëroje me lavdërim Zotin tënd përpara lindjes së diellit dhe përpara perëndimit të tij. Taha 130. Përgëzimi i shtatë, ka shpërblim sikur je falur gjithë natën. Transmetohet nga Uthman bin Affani radhiyallahu anhu se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të thotë: kush e ka falur Yasin me xhamat, është sikur të jetë falur deri në gjysmën e natës. Dhe kush e ka falur namazin e sabahut me xhamat, është sikur të jetë falur gjithë natën. Përgëzimi i tetë, engjëjt bëjnë dua për të. Transmetohet nga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të thotë: kush e fal sabahun, pastaj qëndron në vendin e faljes, engjëjt bëjnë dua për të. Lutja e tyre për të është: o Allah, falë atë. O Allah, mëshiroj atë. Përgëzimi i nëntë, ka shpërblimin e haxhit dhe të umres. Transmetohet nga Enes bin Malik radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e fal sabahun me xhamat, pastaj rri ulur dhe përmend Allahun derisa të lindë dielli, edhe më pas fal 2 rekate, i shkruhet atij si shpërblimi i haxhit dhe umres, i plot, i plot, i plot. Përgëzimi i 10 është në mbrojtjen e Allahut dhe ruajtjen e tij. Transmetohet nga Xundub bin Abdullah radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e fal namazin e sabahut, ai është në mbrojtjen e Allahut, dhe ai nuk kërkon asgjë nga ju për mbrojtjen e tij.